Në një nga ambientet e Qendrës për Kulturë në Dibër të Madhe të Maqedonisë është promovuar libri i autorit Azgan Haklaj Edhe Zoti po flet shqip, një libër ky i cili po prezantohet tek lexuesit shqiptar pas 2 botimeve. Dardanët presin Dodonën, si dhe për Kombin për Demokracinë. Azgan Haklaj, presidenti i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, në veprën e tij Edhe Zoti po flet shqip shkruan se në vendlindjen e tij, ku kaluan shumë udhëtar të huaj, besuan se këtu njerëzit flasin me Perëndit, se aty ku Drini bashkohet me Valbonën, njerëzit flasin me Perëndit e Eskilit. Çështja çamë po shkon po certifikohet në Parlamentin e Shqipërisë, dhe unë mendoj se gjithë deputetët shqiptar kanë për ta votuar këtë rezolutë. Shqiptarët në Maqedoni janë sot më të fortë se kurrë, shqiptarët në Malzi janë sot më të fortë se kurrë. Pra çështja shqiptare sot është shtruar për zgjidhje dhe unë i besoj zgjidhjes pan-shqiptare të çështjes shqiptare. 3 botimet janë të lidhura njëri me tjetrin në simbolike, në tematik trinjake, kombi, demokracie, kultura, të hapura në vazhdimsi ideore dhe kohore, duke na dhënë një realitet tipik shqiptar nga koha pellazgo-iliro-arbnore deri tek integrimet e zhvillimet euroatlantike. Libri do të vazhdojë rrugën e tij të prezantimeve jo vetëm brenda kufive të Shqipërisë, por edhe në vizite të tjera shqiptare në Kosovë dhe Maqedoni.